Ethet e mbrëmjes së maturës kanë filluar t'i ndjejnë për javësh tashmë, paralelisht me stresin e përgatitjeve se si do të duken në këtë natë të veçantë, që shënon përmbylljen e një kapitulli të rëndësishëm të jetës. Maturantët duken të lumtur dhe nga ana tjetër me shumë dilema për atë se çfarë do të vendosin për të ardhmen e tyre. Megjithatë, kjo periudhë për prindërit e maturantëve është me shpenzime të larta, duke marrë parasysh harxhimet për veshjet, grimin, mbrëmjen e maturës, por edhe për darkat që organizojnë për të afërmit me rastin e përfundimit të shkollimit të mesëm të fëmijëve. Maturantët e intervistuar nga televizioni Koha deklarojnë se kanë bërë harxhime të konsiderueshme, duke mos shkuar në shifra ekstreme për këtë natë. Sigurisht përgatitja ka filluar që në ditët më të hershme dhe ne ndjehemi mjaft të përgatitur për ta festuar natën e maturës dhe sigurisht jemi organizuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Mund t'i themi disa harxhime kanë qenë mjaft të larta, shkaku se duke marrë parasysh në një familje e cila ka rrogë mesatare, nëse ka 2 fëmijë apo 3 fëmijë të cilët janë në të njëjtën kohë maturant, sigurisht çmimet i vinë që të jenë mjaft të larta. Po jemi përgatitur, kemi emocione shumë. Deri diku mirë. Domethënë kemi pas harxhime, po jo ekstreme. Me atë normale. Po kemi emocione, po nuk është se janë ekstreme, domethënë. Sa i përket harxhimeve, jemi mundu domethënë mos shkojmë në ekstreme, jemi mundu për shtatena. Jemi gati. Veç po e presim maturën me padurim. Kemi emocione. Jemi duke u mërzitur shumë. Tash shoj. Kemi shkuar thjesht. Jo çaq shumë, po nuk kemi qyrim të shpenzojmë shumë, sa ma pak e ma mirë. Disa kanë qëllime të qarta se çfarë rrugë do të ndjekin pas maturës, të tjerë kanë ende dilema dhe janë në mëdyshje. Megjithatë, ka prej atyre që edhe largimin nga Maqedonia e shohin si mundësi. Drejtimet janë mjaft opsione të hapura dhe ne ndjekim profesionin i cili mendojmë se do të na shfaq neve interes dhe do ta dëshirojmë ta punojmë deri në pikën e fundit. Perspektiva në vendin tonë gjithmonë ekziston nëse punohet dhe kemi bashkëpunim me të gjithë të rinjt. Edukim special dhe rehabilitim këtu në Universitetin e Tetokës. Unë mendoj se ka, nëse ne e bëjmë, mendoj se bëhet, pse jo. Mendoj të studioj marketing management. Nuk e di, nuk është se në vendin ku jetojmë ka shumë perspektiv, po mendoj se nëse ne mundohemi të bëjmë diçka, do arrijmë diçka. Besoj ekonomi, biznes, diçka, këtu në të, po të shojmë çka na pret në të ardhmen. Të kryjmë studimet, pastaj besoj dikund jashtë. Po punojmë jashtë e t'i bim vendin tonë, se unë jam i ardhët këtu, vi pe Kosovë, po gjimnazin e kam kry këtu, edhe besoj të punojmë jashtë e harxhimet t'i bim në vendin tonë. Duke marrë parasysh kaosin që përfshin qytetet, trafikun dhe frekuentimin e shtuar të dyqaneve dhe restoranteve, apelohet që të tregohet kujdes dhe të shmanget prishja e rendit dhe qetësisë publike. Nga Ministria e Punëve të Brendshme deklarojnë se bazuar në statistikat e trafikut, numri i aksidenteve rrugore rritet në ditët kur organizohen festimet e mbrëmjes së maturës dhe në të shumtën e rasteve të rinjt janë të përfshirë në këto aksidente. Mos i lini fëmijët tuaj të shkojnë në mbrëmjen e maturës me makinë. Gabimet në trafik mund të jenë fatale. Prandaj, në mbrëmjet e maturës pa makina, pa konsumim të alkoolit, pa përdorim të lëndëve narkotike, pa prishje të rendit publik, thuhet në apelin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.